Unë nuk insistoj që ti largohen pyetjeve tuaja, nëse jeni të sinqert, edhe hoxhallarët tonë këtu janë paranesh që të përgjigjen me sinqeritet të madh. Është hisa vëllezër muslimanë falin namazin me këmbë të hapur. Dhe më duhet në gjoksa. Ju lutem mos më kuptoni, jeni për kërkoj një sqarim. Selam aleikum, do stivall. Për mua? Nuk e ka shëruar mund të përgjigjen, ja, i cili dëshiron. Sahib Allazni. Këtë din, kur tha hoxha Fumer se ka thane djetari vjetër dhe me pas në dert, pastaj dhe të më interesu, me mësu, e pastaj me praktiku dhe për hap të tjerët. Ne, si popull në përgjithësi, fen tonë nuk e njohëm. Dhe mendoj se tanë hoxhallarët të fut edhe vetën bashkë me ta, dohet me mbajt bile në vetë një ligjerat rreth asaj sa e njohim ne fen tonë. Me që titu. Sa e njohim ne fen tonë. Edhe pastaj kur të nalesh, besh me analizu. Pa lezu kërkon. E shef se ku jem në realitetin e fesë. Dohet ta kuptojmë se pejgamberi alayhi salatu wassalam ato çka është e pa kontestueshme, është falë më shumë se sa në një mënyrë. Dhe për këto më bisedu po jashtë kësaj korrike këto, jashtë tavolinës se do të më lëm pyetjeve tjera kohë, më në bisedu deri në sabah. Me pas kohë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e vërtetuar dhe ato hadithe janë gjalla, të shpërndara në për koleksionet haditheve, se është falë më shumë për sa një mënyrë. Për atë arsye ngulitja këmbë, mja qitë gurin se vetë që shto dhe ndryshën nuk bën, ajo bën problem. Ajo më një reflekton për dy gjëra, për fanatizëm dhe në ndë për mës njohit realitetit i e gjahil. Për fanatizmin ku në kam në të shtu ka mu shmenja ty dhe tonë tjetë e kanë keq, dhe në ndë se si njëh tjerat. E neve Zoti ka desht dhe në qiteme kam pasër vëzdërë këtë quat këtë gjamia Fridit atje para 2 vjetë atri ndoshta për themelimin dhe ardhin themelimin dhe hebe dhe ardhin për hapjen e shariatit deri të katër me hebe dhe me tej. Së pyetje kanë qenë të cilat më kanë nështy apo kanë kërku prej me majtë një ligjërat të tillë se qysh ka ardhur të përimi dhe hebeve pastaj që kanë atë me dhebe, pastaj sa dohet me ndjek dhe sa kemi drejt në largu prej tyre. Këto janë temat më dha, gjata, shkort, oj bëj një pyetje. Më falë si Hanefita hene në xhenet. Ka dikush që thëtë jo? Nuk ka kërkush. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Po më falë dhe si Hanbelita hene në xhenet. Po, edhe që kështu më. Hynë në xhenet. Mësë ngollë kam vetëm kështu. Dhe mësë penga të tjertë. Mësë penga. Nëse ta muslimat i afrojnë kam, ti maj me që vëndele për gjenën kam, dhe që të kam në mi kam. Jo, është arë hadithi, po ka dhe hadith tjera. Kjo është një formë. Ka dhe forma tjera. Po nëse i prejkum kratë dhe si prejkum kam, ta nuk e që mësënetin vena? Se quma? Dhe me thonë, lem hapsir me zetin, mund hen shetani ko prejkum me kratë? E jo, se prejkum me lidhen safët. Unë po du me që qatë sinet vend që kom ledzu, vesh nuk për bëmend, se vlanë tjetër për që të kamen për mi për vranë tanë, kohë namazit, ja hu për këzëndrimin kajt namaz. E ta shumë pyti ty, a ma i vlef shumë të ti, me ndjen tande, është zbatimi që aty sënetit që ti me ndën që sënet, apo mja hu vlanë koncentrimin e namaz, koncentrimin e namazit, që është zemrë e namazit. Zemrë e namazit, kjo sënet. Kjo sënet. Këto sene
shkojnë me fakte, me argumente, me dëshmi, të shkojnë me epshe, me eufori. E kom lexuar libër 50 faqe, me 50 hadithe, edhe të punoj me tone. E na me çka të punoj? Me Bibela? Me çka punojmë ne muslimanë tjerë? E vërtet, nëse na kanë hinga pak, s'mund të largojmë më një herë, do kemi larguar alhamdulillah, ata që kanë qenë para nesh, ne në vazhdim, ata që vinë mas neve na ndihmojnë disa sene, ne nuk jemi të thënë se janë pagavuar shumë mirë absolute. As nuk pretendojmë në një përkryrje se jemi të përkryer. Po pretendojmë se jemi në rrugë pejgamberit alayhi salatu wassalam, me gjithë ndështalëshimet që i kemi, herë me dëshirë, herë me dëshirë. Jemi të pejgamberit alayhi salatu wassalam.